Është bërë mjaftueshëm e qartë që opozita në Kosovë nuk ka qëllim tjetër përveç se bllokimit. Tash sa kohë sjelljet e kësaj opozite janë krye kaput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste. Ajo është interesuar vetëm një gjë: bllokimin e qeverisë sonë, e cila në këtë mandat ka rezultat historik. Në këto rrethona e gjithë kjo blokad opozitare përmes bojkotit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe pos mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lan pas, si asnjëherë më parë, me 51.1% për lëvizjen vetëvendosje. Dëshmi për blokadën është edhe një fakt tjetër për ta kundërshtuar pakon ekonomike për qytetarët, pra rishikimin e buxhetit, përkatësisht përballjen me inflacionin 2.0, u mobilizuan të gjithë përfshirë edhe listën serbe, kurse për president nuk po vinë as në sallë. Me bindjen e thellë që Kosovës nuk i duhen blokadat e atyre 10 muajve të vitit shkuar, me besimin e plot se nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, me që kemi mbajtur mjaftueshëm të tilla në vitin 2025, dhe rezultati ka qenë i qartë si asnjëherë më parë, ndërkohë që vendet do t'ja humbin edhe spaku mbi 10 milion euro, pra, vetëm për organizimin e zgjedhjeve, pa përmendur 10 milion të tjerë të cilët humbin për shkak se s'mund të bashkëpunojmë me bashkësinë ndërkombëtare siç duam, me që nuk do të kemi kuvend funksional. Dhe duke pasur parasysh edhe rrethona të rënduara globale, ne i kemi bërë të gjitha përpjekjet që vendi ynë të mos shkojë në zgjedhje të përsëritura e të panevojshme. U përpoqëm për një kandidat konsenzual, por ishte e pamundur. I ftova disa herë në takim kryetarin e LDK-s Abdi Gjiku, kryetarin e PDK-s Hamza. Ndonë se nuk ofruan asnjë propozim, në vazhdimsi jam unë ai që kam ofruar propozime edhe me emra konkret, pa tjetër me funksione për ta, por morëm veç se refuzime. Ne propozime, ata refuzime. Të shtunën e bëm edhe një haptutje. Kërkuam nga subjektet politike PDK dhe LDK që së bashku të sillnin 3 emra, ku përveç nënshkrimeve njërin edhe do ta votonim. Ju e dini që as PDK e as LDK nuk kanë deputet për të propozuar kandidat tyre. LDK-ja mund të propozoj një gjysmë kandidati, sepse ka 15 deputet e nevojitën 30. Ndërkaq PDK-ja mund të propozoj 2/3 e një kandidati, me qenë se i ka 22 deputet e nevojitën 30. Por ato dyja bashk mund të propozojnë një kandidat. E ne u tham, ja po bëjmë edhe ne bashkë me juve, e le t'i propozojmë 3 kandidat që të gjitha propozimet tuaja, ju propozoni emra, ne u japim mbështetjen në seancë plenare. Asnjë propozim e shtym afatin për t'ju dhënë kohë shtesë, kot sepse refuzim sërish. Dje ftuam debat parlamentar për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ju e keni parasysh që mos arri as t'i takoj. Filluan të refuzojnë takimet me mua. Atëherë, mirë pra, le të bëjmë debat parlamentar për situatën që ndodhemi. As në debat nuk erdhen. U detyruam të flasim ne me qytetarët, nuk erdhen debat. Nuk erdhen takim, nuk erdhen debat. Ne propozime, ata refuzime. 2 kandidatët, Glauko Njufsa dhe Fatmire Mulhoxha Kolçaku, u hapën rrugë duke u tërhequr nga kandidatura. Edhe një hap tjetër u bën brëm. Në këtë mënyrë, edhe një mundësi për propozime të reja nga opozita, sërish asgjë refuzim përsëri.
Në këto rrethona, me qëllim që vendit të japin presidentri, që institucionet mos kenë nevojë për një rilegjitimim të tyre përmes një procesi të ri zgjedhor, nga i cili ka fare pak muaj që kemi dalë tashmë, ofruam edhe 2 propozime tjera, ku së paku për njërin prej tyre ka konsenzus shoqëror për atë që përfaqëson. Si kandidate nxorëm 2 gra, profesoreshën Hatixhe Hoxha dhe doktoreshën Feride Rushiti. Kur zonja Feride Rushiti nderohej e nominohej për çmime prestigjioze dhe ndërkombëtare, shumë deputet opozitar mburreshin me të përmes postimeve në rrjetet sociale. Besoj që i keni pa dhe ju, duke lavdruar Feride Rushitin, deputetet aktuale të Kuvendit Republikës. Ta zëm, postime si ajo e ish shefës grupit parlamentar të LDK-s, zonjës Hikmete Bajrami, apo postime si ajo e nënkryetares Kuvendit nga PDK-ja, Vlora Qitaku. PDK lere që nuk u mjaftua me refuzimin e pozitës së kryeparlamentarit, si ofert nga ne, por sot doli pikrish përmes Vlora Qitakut duke kërkuar tërheqjen e zonjës Rushiti nga kandidimi. Merrni me mend. Ua kemi ofru kryeparlamentarin, kanë thënë jo. E kanë lavduar zonjën Rushiti, e propozuan për presidente, këta kërkojnë tërheqjen e kandidaturës. Si është e mundur gjithato vargje për zonjën Rushiti nga kjo opozitje, e sot nuk e marrin as mundin të vinë sallë teksa struken në përzyret e grupeve të tyre parlamentare. Refuzim që të marrin përgjegjësi e pushtet dhe thirrje të tjerëve për bojkotim të institucioneve. Madje duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Kjo vërtet është e turpshme.